vetë terreni shqiptar nuk e mundëson që mos ketë klasa kolektive. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, por edhe vende zhvilluara që ka një arsim cilësor, dhe unë e kam përmend disa herë Irlandën për shembull, që 1/3 e shkollave i ka me klasa kolektive, për shkak se është një vend bujësor dhe shteti ju çon shkollën tek fermat dhe ju siguron një standard cilësor të njëjtë si kur fëmijëve në fermat e Irlandës, si kur fëmijëve në mes të Dublinit. Sepse këtu fatkeqësisht në Shqipëri po na shfaqet edhe dy standardizimi i arsimit. Për shembull, kemi investime në qendra qyteteve, për shembull sot trumbetohen shkollat në Tiranë, u ndërtu Filan Godin ose Filan Godin, por nuk kemi investime në përfshatra që ti kthejmë banorët ose ti mbajmë ata që janë. Për shembull, do t'ju jap një të dhënë që është dramatike si profesionet, që në vitin 2030 parashikohet që Korça të ketë vetëm 7 klasa të para. Cila? Korça. Korça. Pra bashkë me qytetin dhe me fshatrat. Njëkohë që para disa viteve vetëm një shkollë e Korçës kishte 7 klasa të para. Ose kemi një rast tjetër, Leskovikun për shembull, para 2 viteve kishin vetëm 2 nxënës në klasë të parë. Pra një qytet që ka pas mbi 60.000 banor, sot ka përfunduar në 2 nxënës për klasë, pra me klasë